Më shumë se gjysma e fshatit Peladhin në njësinë administrative Zërçan në bashkinë Bulqiz është pa vaditje. Shkak për këtë është bërë mungesa e funksionimit të kanalit vaditës, i cili prej vitesh qëndron i bllokuar. Kjo vepër vaditëse ka qenë në shërbim edhe të disa fshatrave të Shupenzës, por pas viteve 90 thuajse nuk ka funksionuar fare. Tentativat e bashkisë Bulqizës për ta rivënë në funksion kanë qenë të pasuksesshme për shkak se kanali vaditës kalon përmes banesave e një pjese kanë bllokuar. Avdi Krasniqi thotë se kjo problematikë ka lënë pa vaditje shumë tokë bujqësore e cila nuk është punuar nga fshatarët, pasi nuk kanë ujë për të mbjellat. Nga ana tjetër, Avdi u kërkon që bashkia të gjejë një zgjidhje duke ndërtuar një kanal alternativ në mënyrë që të gjithë të kenë mundësi për të vaditur tokat bujqësore. Ka probleme në problemi madh. E bon fjalë se më pastru, erdhë me pastru, po e bon copa pastrim, nuk e bon drejt fund. Me fjalë ujtë që gjipse ka tunë të poshtë nuk shka si paj. Po kjo është 90 kur ka demokracia orë. Ai kanali fakt gjipse kanali të ashtë e mullumen. Shpajt mullumes kanë bon hajatat, kanë bo shpaja. Si me të erën, të mobilizun me punëtorëve, po kanë punu i muje gjithë punëtorë, po prapë së në qanë, së në pastru në drejt fund. Kjo mu lesa ato problemi. Jam bon 3-4 vene në ndërtesa, të bonjët janë kreditant, dreshi më bonët. Më balë ka qenë në ndërtimet. Pjesa hyrëse e fshatit nga ana e Bulqizës ka vaditje pasi kanali funksionon normalisht prej vitesh.